Qendra spitalore universitare Nën Tereza do të bëhet qendër rajonale e shëndetit, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama këtë të shtunë nëpërmjet një video mesazhi në Facebook. Kreu i qeverisë tha se kjo do të arrihet nga një bashkëpunim me një spital prestigjioz në Milano. 2026 do të hap edhe siparin e partneritetit strategjik të QSUT-s me spitalin prestigjioz San Raffaele të Milanos. Një ndër më të mirët në botë, duke nisur procesin e një transformimi që do ta bëjë QSUT në 2030 një qendër rajonale të shëndetit me prestigj në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Rama foli edhe për peshën e rimbursimit të medikamenteve për pacientët me kancer në buxhetin e 2026-s. Po ndalem tek lufta me kancerin dhe nevoja për barnat e shtrenjta që kërkon kjo luftë. E pra, për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Për herë të parë, shërbimi i rikonstruksionit të gjirit për gratë dhe vajzat që kalojnë kancerin do të jepet i plot për të gjitha dhe falas. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e shpallur sfundi ndër 100 gratë më influente në mjekësinë botërore për çështjen e kancerit, do të udhëheq projektin kombëtar të ngritjes së Institutit Kombëtar të Tumoreve për Shqipërinë 2030. Një institucion i ri ekselence, i cili do t'i bashkohet rrjetit ndërkombëtar të instituteve që luftojnë me kancerin. Ndër të tjera, kryeministri foli për investimet në infrastrukturën spitalore dhe përfshirjen e inteligjencës artificiale në shëndetësi. Me spitalin e ri të Korçës, urgjencën e Durrësit, spitalet bashkiake të Matit e Tropojës dhe të tjera me radhë akoma, do të vazhdojnë intensivisht edhe investimet në modernizimin e infrastrukturës spitalore. Me objektivin e qartë dhe të shpallur që në Shqipërinë 2030 asnjë strukturë e shërbimit shëndetësor të mos jetë jashtë standardeve të Bashkimit Evropian. 2026 është edhe viti i hyrjes së inteligjencës artificiale në shërbimin ton shëndetësor. Përmes një kompanie të përbashkët që shteti shqiptar po krijon me një prej ekselencave të inteligjencës artificiale në shëndetësinë europiane, ndërkohë që me financimet e siguruara nga fondet europiane, ne do të krijojmë ekosistemin digjital të gatshëm për inteligjencën artificiale, duke hapur shtigjet e reja të diagnostikimit me imazhe, të analizave parashikuese dhe të ndërveprueshmërisë në rang kombëtar të sistemit shëndetësor digjital, në përputhje me agjendën digjitale të Bashkimit Evropian. Ndërkaq, gratë dhe vajzat me kancer do të mund të bëjnë rikonstruksion gjiri falas.